Mos ta falt Zoti e vladin e keq, se mundet me ta fliqë dhe emrin e familjes. Për Donika Gërvollën, Shfarc, e cila e ka financuar librin e Shkelzen Goshit me 15.000 euro. Këtu njerëzit në këtë Kosovë e bartin një barë historike, një barë kombëtare, një barë familjare. Dhe konform kësej edhe duhet mos sjell. Ka këtu që dikush duke e keq përdor emrin e babait të saj, ka fyq çlirimtar, ka fyq komandanta, ka fyq ushtrin çlirimtare të Kosovës. Rastisht këto ditë e takova një ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është nga Gjakova, 16 vjeçar, ju kanë vrarë 2 vëllezërit. Dhe a din si mu përgjigj pse si u revanshove Donika Gërvollës me sjellje që i ka bërë ndaj Zotit Haradinaj. Përgjigjja ime është se e respektojmë për shkak të Jusuf Gërvollës. Tha jo, jepja një përgjigje, po e citoj. Thuj, nëse ti baben e ki hero, unë jam heroin. Në kohën kur Donika Gërvolla ka bo dosje kundër UÇK-s, unë e kom bart edhe kallashin, po edhe kom mjeku ushtar të ushtrisë lirimtare. Andaj një mesazh për Doniken, mjaft, shkash mjaft dhe ball me këto fyrje. Po ka thonë edhe një fjalë urtë popullore, mos ta falt Zoti e vladin e keq, se mundet me ta fliqë dhe emrin e familjes.